penal, por edhe në kallëzimin shtesë, kanë qenë edhe 2 pika të tjera të objektit të kallëzimit, siç është ajo e hetimit pasuror, për Belinda Ballukun, Cenoklosin dhe zyrtarë të tjerë të lartë, për të cilën sipas informacioneve që kam tashmë ka filluar hetimi dhe kërkesa e tretë që kam bërë në këto kallëzime penale ka qenë dhe masa e pezullimit nga detyra, sepse masa e pezullimit nga detyra sipas nenit 242 të kodit procedurës penale, qoftë nga vetë emërtimi i këtij neni, lidhet direkt me detyrën, pra me zyrtar të emëruar, siç është roli i Belinda Ballukut, qoftë si ministre, qoftë si zëvendës kryeministër, po edhe Cenoklosit në kohën e kryerjes së veprave penale. Fillimisht ka qenë drejtori i Akumit dhe më pas ka qenë zëvendës ministër i Belinda Ballukut. Pra, ligji e përcakton qartë dhe e gjitha kakofonia që po i shitet publikut në tret është një e sponsorizuar patjetër, është antiligjore dhe antikushtetuese, sepse për hir të vërtetës, unë për shembull nuk mund ta citoj atë nen në raport me Erion Veliajin, sepse Erion Veliaj dhe në rastin konkret Emiliana Sako ka një mandat të zgjedhur dhe në mandatin e zgjedhur nuk mund të ndërhyjë as Paku as GKK-ja. Ndërkohë në mandatin e ministrit apo të zëvendës ministrit, pra që kemi një detyrë shtetërore të emëruar, patjetër që Spaku ndërhyj dhe nëse gjykata kushtetuese do të zbatoj ligjin, unë mendoj se dhe kushtetutën mbi të gjitha, unë mendoj se do qëndroj në fuqi vendimi i Spakut, përveç realisht meqense po më jepet mundësia për ta thënë, e vetmja qëndrim që kam në raport me masat e sigurimit është masa për heqjen e pasaportës ose bllokimin e pasaportës, pra ndalimin e daljes jashtë vendit, sepse këtu pastaj duhet të ngrem pretendimin që ne e kemi deklaruar si Parti Demokratike. Pra, edhe në kohën kur kjo u bë ndaj zotit Berisha, por këta sharlatanët që sot flasin nëpër media, këta atëherë qeshnin dhe bënin edhe naivin, bënin edhe juristin e zgjuar, sepse unë mendoj që çdo mas sigurimi, qoftë shtrënguese, qoftë ndaluese, për një deputet duhet autorizimi i kuvendit. Por në rastin konkret, jo për t'i dalë në mbrojtje Spakut, se ju e dini shumë mirë qëndrimin tim ndaj Spakut, por Spaku ka një vendim të gjykatës kushtetuese që nuk e shpenzoi për zotin Berisha si të pambashtetur në kushtetut, sepse ligji e thot taksative, Spaku dhe GKK-ja nuk mund të vendosin masa sigurimi personal, çfarë do lloj mase qoftë, për sa kohë që në një formë apo në një tjetër i privohet e drejta dhe liria e